Zotë Merkoçi, një aktor shumë i rëndësishëm lindjen e mesme është deri diku edhe Turqia, të cilën Izraeli, të paktën në analizat në mediat izraelite, cilësojnë Turqinë si Irani i ri, sa i përket aspektit të kapacitetit që ajo ka, apo edhe rolit që luan her pas here. Në këtë rast, apo mundohet Izraeli që ta përfshijë Turqinë në një konflikt të mundshëm, apo që ta tërheqë atë në një përplasje në të ardhmen? Patjetër që Izraeli kërkon që ta fusë Turqinë në lojë, në këtë lloj konflikti u mundua, qoftë edhe me ato dronë që lëshohet apo raketa që lëshohet kundër vinin në Turqi. Ishin 3-4 raste ku Turqia nuk pranoi në asnjë moment që të pranonte që ishin raketa iraniane dhe e shmangu. Kjo ishte ajo strategjia për ta futur Turqinë në lojë, për të vetëm arsye sepse Turqia është e NATO-s, është pjesë e NATO-s. Duke qenë pjesë e NATO-s, pra do quhesh sulm kundër një vendi të NATO-s. Në momentin që quhet sulm kundër një vendi të NATO-s, atë do zbatoje amendamenti 5 dhe e gjithë NATO do futesh në luftë me Iranin. Dhe Izraeli këtë kërkonte, se Izraeli vetë nuk është NATO, kështu që Izraeli këtë kërkonte, që ta fuste Turqinë. Mirë, po kur u pa kjo lloj skeme, atëherë Izraeli, Netanyahu vetë ka deklaruar që pas shiitëve radhën e kanë sunitët. Pra pas Iranit radhën në një rast se mundet Irani do filloj përballje me Turqinë. Turqia mundua të bëjë ca deklarata, por Turqia është deklarative gjithmonë, nuk është ndonjëherë konkrete. Po e përballon dot Izraeli Turqinë? E dyta, Izraeli ka Amerikën, atëherë do futemi në konflikt me NATO-n. Dakor? Sepse Izraeli gjithmonë nga mbrapa ka Amerikën, nuk është se është Izraeli vetëm, se vetëm s'ka çfarë bëj asgjë, po gjithë e ka me Amerikën. Kështu që Turqia nuk është se është kaq pro Iranit tani. Turqia, Irani, jo pa qenë në thash, edhe kur u zgjodh Pakistani nuk u zgjodh Turqia, sepse Irani e di shumë mirë, nuk i ka shumë besë Turqisë. Turqia nuk ka luajtur ndonjëherë pro vendeve të lindjes. Sepse në luftën e Gazës Turqia nuk ka bërë asgjë. Në luftën me Iranin, nëse Turqia do të ishte pro Iranit, gjëja e parë që do bënte Turqia do mbyllte rubinetin e naftës që shkon në Izrael, që shkon nga Azerbajxhani shkon në Izrael. Turqia nuk e bëri një gjë të tillë. Përkundrazi, gjithë makineria e Izraelit furnizohet nga Turqia. Kështu që nuk ja kanë shumë besë në vendet, Irani nuk ja ka shumë besë në Turqisë në ato çfarë thotë. Turqia gjithmonë është deklarative, thash, nuk është konkrete. Por, në një moment kur Irani tregoi ky Izraeli, i tregoi dhëmbët, nga tha ne do të sulmojmë, dhe këtë sulm Izraeli nuk e bëri se ju do të Turqisë, por Turqia prodhoi një raket e cila ishte me 1000 kilometra, gjë që kapi Izraelin. Në këtë moment është bërë deklarata. Kur Turqia deklaroi prodhimin e kësaj rakete, në atë moment Izraeli bëri këtë lloj deklarate. Pra nuk e bëri më përpara. Por, nëse do ishte vërtet një konflikt ndërmjet Turqisë dhe Izraelit, gjëja e parë që bën Turqia, kashi Izraeli nuk e godet, i mbyll rubinetin e naftës. Dhe me mbylljen e rubinetit naftës, Izraeli fiket fare, nuk ka ku merre me asnjë vend. Kështu që nuk ka nevojë. Ushtria turke vërtet është një ushtri e madhe, ose e dyta pas Amerikës në NATO, por nuk do të harruar për asnjë çast që Turqia nuk i ka përvu ndonjëherë ushtrinë. Turqia ka ushtri paqe. As luftën e dytë botërore Turqia nuk ka marrë pjesë në luftë. Turqia ka ushtri paqe. Është ndryshe një ushtri paqe dhe është ndryshe një ushtri në luftë. Nëse konflikti Rusi-Ukrainë tregoi shumë gjëra.
Dhe nuk është e thjesht të marrësh një ushtri të paqes ta hedhësh në luftë direkt. Stërvitjet që bëhen, stërvitjen kohë paqe nuk janë reale me atë të luftës. Nëse Korea Veriut, po kthehemi tani, Korea Veriut dërgoi trupa në Rusi, nuk i dërgoi thjesht si trupa, po i dërgoi trupa për të stërvitur në terren luftimin. Pra ka një dallim shumë të madh. Dhe Turqia vërtet e ka atë ushtrim më të madhe. Pasnjëherë nuk ka qenë në front lufte. Që themi që është përballur ushtria turke me X vend. Prandaj thash, Turqia ka ngel gjithmonë që ajo deklarativja. Nuk ka pas lëvizje konkrete. Nëse Irani do ta kishte të besuar në vetë Turqinë, keni të bindur që Turqia do të ishte negociatore kryesore. Po mos harroni se negociatore kryesore nuk ishte as në atë që u mundua në konfliktin Rusi-Ukrainë. Edhe aty dështoi. Prandaj them është këto janë deklaratat të cilat edhe Izraeli i bën për të treguar sikur Izraeli është kundër Turqisë, në realitetin tregon ndryshe. Zotë Mërkoçi, të zbresim pak në rajonin e Ballkanit, teksa disa ditë më parë Edi Rama ishte në Greqi ku takoi dhe kryeministrin Mitsotakis atje dhe ka diskutuar disa nga çështjet më ndjeshme sa i përket ligjit të luftës apo edhe zonave detare. Në këtë rast, sa po humbet Shqipëria nga vetë Edi Rama në këtë rast përballë Greqisë? Ja e pari herë është turp për shqiptarët që ne përfaqësohemi nga një kryeministër i tillë ku shkon në një tapet kuq me ato lloj veshje. Këtu nuk është çështje personale, këtu është çështje e dinjitetit kombëtar. Ato maskaralliqe që bën duke u përul me lonit në zyrë në rrugë, domethënë, apo duke vajtur në Greqi apo kudo me ato lloj veshje. Një kryeministër nuk mund të jetë kur dinjitoz. Dhe ajo lloj veshje nuk tregon asgjë më shumë dhe asgjë më pas përveç pazareve që bën Rama. Në kurriz shqiptarëve dhe të kombit shqiptar. Rama nuk ka vajt absolutisht për asgjë tjetër përveç se interesi i tij personal. Ashtu siç e bëri tek bordi i paqes që vajti tek Trumpi dhe kërkoi me ngulm të kishte një mandat ligjor, pa mandat ligjor, vajti në samitin e Spanjës tek samiti anti-Trump. Tashmë shkon në Greqi dhe pretendon se ka folur për ligjin e luftës, ku grekët vetë e mohuan, pavarësisht çfarë thotë ky. Po cili është interesi i Edi Ramës në këtë rast? Interesi personal. Interesi i Edi Ramës tek greku është që të ketë marrëdhënie duke pas parasysh që të gjithë kredit politike dhe diplomatike në Europë dhe në Amerikë, Rama si ka në rënd. Rama tashmë kërkon të bëjë një marrëveshje apo një afrim me Greqinë, duke i falur çdo gjë, qoftë edhe detin, duke i falur çdo gjë sepse është një kompani e cila kërkon të bëjë shpime në detin jon. Dhe Rama është i gatshëm të bëjë çdo gjë vetëm për të mbajtur postin e tij. Asgjë më tepër. Absolutisht nuk ka asgjë më tepër. Ai ashtu siç bëri marrëveshje me Melonin për Gjadrin, Lezhën, ashtu siç bëri marrëveshje me Melonin për Syrin e Kaltër, ashtu po bën marrëveshje edhe me Greqinë, qoftë për detin, qoftë për nuk di se ç'a mund t'i japi tjetër ai Greqisë, atë ç'a kërkon Greqia do t'i japi, se s'bën. Qoftë edhe për minoritetet të cilët atje është diskutuar një gjë shumë e keqe për shqiptarët, që Rama nuk e deklaron. Që është? Është deklaruar që 300.000 nuk di sa shqiptar që kanë pasaport greke të quhen grekë.
Kjo është fatkeqësia më e madhe që ndodh tikon. Dhe Rama ka shku pikërisht vetëm për këtë punë. Dhe për punën e detit. Dy gjëra. Rama nuk i deklaron të. Grekët kërkojnë me çdo kusht që ky popullsi që ndodhet në Greqi të quhet popullsi greke dhe të regjistrohet në Shqipëri si popullsi greke. Pra një shkontarizim total i Shqipërisë. Dhe nëse ndodh kjo, t'jeni bindur pastaj që do ndodhin në gjithë vendet e tjera dhe këtë pastaj Rama e justifikon me të qenurit se ne do futemi në Bashkimin Evropian dhe nuk kam më kufiesh teoria e famshme e globalizmit. Pra, ti hiqet nocioni kom dhe nuk ka nevojë më ti se je shqiptar me komsi shqiptare, ti mund të deklarosh grek dhe ti quhesh grek. Thjesht fare. Ky është synimi i Ramës. Po kjo mund të bëhet në formë të detyruar apo me vullnetin e lirë të shqiptarëve? Jo, kjo bëhet me ligj. Pra, nëse ti e pranon këtë ligj, që qa janë grekër, shqiptarë që janë grekër në Greqi, ti regjistrosh grekër në Shqipëri. Kjo është njësoj si ai ligjit tokës i famshëm që shqiptarët nuk e kanë përmend ndonjëherë që ne minoriteti grek është nxjerrë një dekret ku tokën e marrë me 7.500 njëshin e kanë regjistruar nga dasat greke. Dhe ajo quhet tokë greke. Pra ju thoni që mund krijohen minoritete artificiale greke në Shqipëri në qytete ndryshme të vendit? Patjetër. Popullsi greke. Jo minoritet, ajo quhen popullsi. Dhe grekët e kanë një synim të tillë. Duke pas një synim të tillë, ata gjejnë edhe një palavos siç është ky kryeministri jon, që shkon dhe bën çdo lloj marrëveshje. Dhe ky nuk e ka fytyrën fare, nuk e njeh fat turpin as Cipën as se ky nuk ka dhe ndjenjë kombëtare për vetëm arsye se vetë është shqiptar i herë. Në origjinën e tij nuk është shqiptar, kështu që s'ka ne ndjenjë për Shqipërinë. Ai çfarë mund të marrë Shqipëri, çfarë mund të shkatrojë. Asgjë më tepër se sa kaq. Ai ka bërë gjitha lëvizjet e Ramës janë jo kontradiktore, por janë të gjitha janë në kurriz të Shqipërisë. Qoftë porti i Durrësit nuk ka shqiptar që të jetë kryeminist, por të jetë shqiptar, jo shqipfolës. Jo llacifat që është Rama, që të arrijë dhe të mendojë të prishë portin e Durrësit. Po Zoti është i madh dhe doli që i gjitha i ndërtim ka rrëshqit një metër poshtë, ka që duhet. E gjitha i ndërtim. Se Zoti është i madh. Sepse shqiptarët besojnë Zot. Dhe kanë Zotin që i mbrojnë, nuk i mbrojnë këta.